Vazhdojmë edhe me një lajm nga vendi. U shënua 25 vjetori i daljes së parë të revistës Dituria Islame. Organizuar nga Kryesia Bashkisë Islame të Kosovës dhe në prani të mysafirëve dhe miqve të fjalës së shkruar revista Dituria Islame shënoi 25 vjetorin e botimit të saj. Myfti i Kosovës në Internava vlerësoi se Dituria Islame nuk ishte revistë vetëm fetare, por edhe kombëtare. Populli shqiptar po din mënyrën më të mirë të përdor edhe penden në të cilën u betua i madhi Zot. E inshallah Zoti xhaleshanu na mundson neve të gjithëve që të japim një kontribut edhe më të madh në fjalën e shkruar. Pra ndaj ju dashamir të pendes, ju dashamir pra të shkrimit që jeni present, unë ju motivoj edhe më shumë që të mirëni me shkrime. Akademik Fetih Mediu, botimin e Diturisë Islame gjatë viteve e quajti revistë e begatis edhe për shtypin tjetër shqiptar. Sot hapësira shqiptare ka autor me kontribute origjinale si botimet veçanta, të cilat kanë parë dritën në ombrellën e shtëpisë botuese Dituria Islame dhe shtëpive tjera botuese. Dituria Islame ka për qëllim të jap kontributin e vet dhe të ndihmojë të gjitha revista tjera të gjuhës shqipe në zhvillimin dhe kultivimin e vlerave njerëzore. Revista Dituria Islame do të mbetet oaze fjalës së shkruar dhe mendimit të lirë fetar e kombëtar, u tha në përvjetorin e 25 të botimit të saj.